Numëri i madh i mërgjimtarëve nga Kosova raportohet se kanë mbetur të bllokuar në pikëkalimin kufitar Bajakovo-Lipovac në kufirin ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë që nga ora 2 e natës. Një qytetare që ndodhet në këtë pikëkalim ka bërë të ditur për klankosova.tv se situata ka ndryshuar pjesërisht. Sipas saj, autoritetet kanë nisur të lejojnë kalimin e veturave, ndërsa autobusët vazhdojnë të mbesin të bllokuar. Ajo tha se deri më tani vetëm 7 autobus janë lejuar të vazhdojnë udhimin, ndërsa të tjerët po presin ende në kolon. Ndërkohë, fluksi mërgjimtarëve në hyrje të pikave kufitare në Kosovë po shtohet. Sipas përditësimit të orës 9, pritjet në pikën kufitare në hyrje të Dheu i Bardh arrin deri në 40 minuta, në Vërmic deri në 15 minuta, kurse në Jarin, Bërnjak dhe Mërdar deri në 10 minuta. Ermina Përlaskaj, këshilltare në Ministrinë e Punëve